Partitë Popullore Evropiane kanë miratuar një rezolut për integritetin zgjedhor në Shqipëri. Në dokumentin e EPP-s thuhet se zgjedhjet po minohen nga manipulimi dhe abuzimi me pushtetin, ndërsa vjet në duke shtypja e pluralizmit politik përmes presionit institucional dhe kapjes së sistemit të drejtësisë. Ka shkelje serioze përfshirë keqpërdorimin e burimeve shtetërore, blerjen e votës, njanshmërinë mediatike dhe friksimin e votuesve. EPP shpejt është shqetësuar për përdorimin e administratës publike në fushat dhe thotë se vendi po përballet me një kulturë të rrezikshme të pandëshkueshmërisë. Institucionet shqiptare duhet të garantojnë kushte të barabarta për të gjithë aktorët politik dhe të hetojnë çdo abuzim përpara zgjedhjeve. Një tjetër pikë që ngresh shqetësim është vendimi për të kufizuar TikTokun. EPP me propozim të PD-s thotë se kjo vendimarrje cënon lirinë e shprehjes dhe të drejtat digjitale. PP-e do të ndjek nga afër zhvillimet në Shqipëri dhe do të mbështesë forcat demokratike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Rezolutën e përshëndetit edhe kryedemokrati Sali Berisha, i cili ndodhet në Valencia ku po merr pjesë në Kongresin e Partive Popullore Evropiane. Partia Demokratike dhe populli opozitar mori një mbështetje të plotë dhe totale nga Partia Popullore Evropiane. Të hënën, në një fjalë përpara delegatëve nga e gjithë Evropa, Berisha denoncoi atë që e quajti narkoshtetin evropian.